Liçeni i Ohrit është liçeni natyral më i madh në Maqedoni, sepse nga ana biologjike paraqit ekosistemin më të rëndësishëm në Europë. 2/3 e sipërfaqes së tij i takojnë Maqedonisë së Veriut, kurse 1/3 i takon Republikës së Shqipërisë. Rëndësia e tij nuk rrjedh vetëm se është një ndër liçenet më të vjetra, por për botën e tij të gjallë. Liçeni i Ohrit dhe qyteti i Ohrit në vitin 1980 janë shpallur si trashëgimi kulturore botërore në mbrojtje të UNESCO-s. Për dallim nga liçenet të tjera të vjetra, liçeni i Ohrit nuk ka përjetuar katastrofa ekologjike gjatë historisë, domethënë ka patur një kontinuitet zhvillimi në botën e gjallë. Peshkimi i troftës së Ohrit dhe Belushkës është sfida më e madhe për të gjithë peshkatarët e botës. Ata janë të vetmit për nga mosha, vjetërsia, sepse e kanë populluar liçenin që nga momenti i formimit të saj 2 milion vite më parë. Dhe janë pasardhësit më të afërt që kanë jetuar në atë rrethinj qysh në periudhën terciare. Trofta e Ohrit dhe Belushka në mënyrë natyrale jetojnë vetëm në liçenin e Ohrit. Ditën e kalojnë në thellësi edhe më të mëdha se 100 metra. Që të mund që të peshkohet në atë thellësi, duhet të përdoret një teknikë specifike e cila është zhvilluar vetëm në Ohër dhe Strug, nga ana e peshkatarëve të Denës. Në atë thellësi mund të peshkohet vetëm me grep të punuar me dorë, i cili shkon në thellësi prej 40 deri në 120 metra. Grepat lidhen me fije në mënyrë specifike, të ngarkuar me peshë të madhe të plumqës. Peshkimi i troftës së Ohrit dhe Belushkës me grepin e Ohrit paraqet një trolling sistem të veçantë, i cili përdoret vetëm në liçenin e Ohrit dhe nuk përdoret askund tjetër nëpër botë. Për të peshkuar troftat më të vjetra endemike në Ballkan dhe në Europë, duhet të vini ekskluzivisht në Ohër dhe të njiheni me këtë teknikë specifike, e cila do të paraqesë përvojën më të veçantë tuaj në peshkim. Kjo teknikë e peshkimit është atraksion dhe një përvojë e veçantë e cila do të mbetet e shkruar në aventurat tuaja të peshkimit. Mos e humbisni, hajdeni të peshkoni në liçenin e Ohrit dhe kapni troftën endemike me peshë më të madhe se 20 kg. Këtë trofe të peshkimit nuk mund që ta peshkoni në ura tjerë peshkimi. Gjithashtu, në Ohër dhe në Strug mund të provoni specialitetet të troftës të Ohrit, të cilët janë më të kërkuara nga turistët e huaj që e vizitojnë regionin tonë. Me florën dhe faunën e tij të veçantë, liçeni i Ohrit paraqet një ndër rezervatet më të rëndësishëm biologjik në Europë. Ai është një ndër liçenet më të vjetra në botë ku peshkohet krapi me peshë, i cili kalon të gjitha rekordet botërore për krap të egër. Pse jo? Ndoshta trofeun tuaj për peshkimin e krapit më të madh do ta realizoni pikërisht në këtë liçen. Faktet tregojnë se janë kapur sasi kapitale të krapit të egër me peshë deri në 42 kg, por ka pasur raste me krap më të gjatë se 2 metra. Këto gjallësa, për shkak të specifikës të terreneve dhe vendeve të cilat mbahen, paraqesin sfidë për peshkim dhe shumë vështirë mund të gjuhen. Por pikërisht kjo është ajo e cila e rrit adrenalinën dhe madhësinë e trofeut. Liçeni i Ohrit është parajse e adhuruesve të peshkimit të peshkut të bardhë, të cilën mund ta gjuani nga bregu, por edhe nga anija në thellësi më të madhe se 20 metra. Ai mund të peshkohet me të gjitha karremat natyror dhe artificial, me çka paraqet kënaqësinë më të madhe rekreative të pushimeve vjetore. Shumë peshkatarë të sotëm, peshkimin e tyre të parë e kanë filluar pikërisht me peshkimin e peshkut të parë gjatë pushimeve vjetore. Kur fryjnë erë jugore, atëherë në liçen mund të kapni sasi të mëdha të ngjallës evropiane. Në liçenin e Ohrit mund të peshkohet edhe në periudhën e dimrit. Ka shumë terrene ku është atraktive peshkimi i shumëllojshëm i peshqve endemik. Në pellgun e liçenit të Ohrit përfshihen 40 lumenj, prej të cilave 23 janë në pjesën e territorit të Shqipërisë, kurse 17 në pjesën e territorit të Maqedonisë së Veriut. Mos e humbisni, vizitoni qytetin e Ohrit dhe shijoni peshkimin të rrethuar nga pamje magjepsëse, ku do të mbeteni pa fjalë edhe nga mikpritja e peshkatarëve të Ohrit. Provoni specialitetet vendase dhe respektoni natyrën e peshqeve.